Arsim Moshi, zotëri kryeministër, lëreni atë malsorin, kë malsor ka fjalën. Po jeni mërzitur, ndoshta pra të lavutarin, po, që dolën fotografi. A jeni mërzitur se diku miku ju t'i dashur dhe çetniku Dodik. Po të ikin miq dal nga dal e duhet të mbash pak zi. Ja është një pjesë e juaja atje në Kosovë që siç themi ne këte nga anët tona nuk mbush. Nuk mbush, kështu që nuk kam fare çfarë i bëj. Dhe nuk jam fare i keqardhur, sepse është e kot ti për të përpiqesh ti bindesh. Por është një pjesë që nuk është shumica. Nuk është shumica. Edhe fatkeqësisht ekziston, por edhe fatmirësisht ekziston, se shqyqyr nuk mendojnë gjithë njësoj. Liri, demokraci, çdo njeri ka mendimin e vet, po ti Arsim, që se ke edhe emrin provokativ shumë, edhe quhesh Arsim, edhe flet si Parsim, duhet ta dish që e gjithë kjo historia e miqve të mi çetnik është një budallëk me brirë, edhe thjesht të bën ty dhe cilin do që e komendon si ty shumë qesharak. Tove, Arsim, kisha shlesh dritë. Ti ja din këti populli votat ja more me autoblinda, unë me autoblinda votat kur ka ndodhë kjo, mos më gatron. Dhe tokën jeta e marrë me dajak ta lumsha, tokën më ngatron, me siguri më ngatron. Veç Zoti inshallah të dhimbët e merret me ty, se tjetër kush s'ka që të ba. Unë ke vënë një emër që s'ka mas që të tem, se ke vënë emrin Kish, një sugjerim kam, shko tek prifti Rëfeu, merë bekimet e ti, mundohu të pastrohesh, luti Zotit të ndriçoj rrugën, se pas ke hub krejt. 12 vjetë kem pushtet dhe akoma justifikohesh. Unë nuk justifikohem fare, për asgjë, pse për çfarë justifikohem. Ishim vendi më i varfër dhe prapashtu jemi çmimet i kemë të shteta se në Zvicër. Pagat janë më të ultat ashtu siç ishin. Zot. Po çfarë të them unë ty? Të them që kur ne morëm detyrën pagën mesatare në sektorin publik, pra në punë shteti, kishim 372 euro, edhe që sot, vitin 2024, e mbyllën me 1.000 euro pagën mesatare, Instati, referojo Instatit. Pra, kemi bërë një rritje shumë qartë, po të them që pagën mesatare të përgjithshme, pra atë të kombinuar në sektor publik, sektor privat, e kishim 322 dhe kemi sot 830 euro. 830 euro është paga mesatare sot në Shqipëri e përgjithshme. Ajo në sektorin publik është 1.000 euro, si që e ka njësoj. Po paga minimale. Paga minimale e kishim 157 euro, e kemi 400 euro dhe në vendim, si që kam thënë dhe më parë, në qershor do të bëjmë 500 euro duke që do të hyjë në efekt nga janari 2026, pagën minimale, 500 euro. Ndërkohë që shumica e kompanive, shumica e bizneseve e kanë shumë të lartë pagën minimale sot. Çfarë të them? Kush
nuk do të dëgjoj, nuk dëgjon, është më shurt se sa ai që realisht ka probleme me dëgjimin. Kush nuk do të shikoj është më i verbër se sa ai që ka probleme me shikimin. Dihet kjo. Mentori, po pse në prag të votimeve bajni punë, po harroni se fitoni noc rrokun do merrni. Mirë më mentor, dakord. Do ta shohim në 11 maj se çfarë do të vendos populli në fund do vendos. Kam frikë se do zhgënjehesh se po bën tifozin, ndërkohë që duhet bësh njeriu i interesuar për të marrë atë që takon nga 11 maj. Dhe ajo që takon nga 11 maj është të investosh për pasaportën europiane të Shqipërisë dhe ta marrësh atë pasaportë, mendoj unë. Tifozlikun ke kohë ta bësh, po atë pasaportën merre, mos e lër. I dashur mentor. Dhe atë pasaportë ta jep vetëm ky që po të flet bashkë me atë partinë që është aty te kutia numër 5. 5. Nëse Shkodra ka turizëm, e ka nga natyra dhe jo nga bashkia. Po mirë, natyrën e kishte Shkodra përpara se sa të ndronte drejtim bashkia, apo nuk e kishte? Liçenin e kishte Shkodra, apo nuk e kishte? Po bunën e kishte, apo nuk e kishte? Po kalan e kishte, apo nuk e kishte? Çfarë nuk kishte Shkodra nga natyra që i ka sot? Të gjitha i kishte. Po pse numri i turistëve rrit në mënyrë të jashtëzakonshme, pikërisht qysh se Benet Beci mori drejtimin e bashkisë Shkodër? Si e shpjegon ti këtë? Apo me që e fitum në Shkodrën edhe natyra filloi të buzëqesh? Ka mundësi. Po çfarë është kjo mohabet? Për të gjitha ndryshimet e jashtëzakonshme që kemi sjell, i ka sjell koha, i ka sjell natyra, po mirë, po pse nuk e pranoni një gjë shumë thjeshtë, që kur Shkodrën e kishte partia jote, se dukesh qartë se ke edhe në profil qartë Vulën, Shkodra ishte katastrofë. Po unë ndjen Shkodër, jam Lemeris, vajtat shoh kantierin e shkollës Ndre Mjeda, në mes qytetit, shkolla Ndre Mjeda, me një trup mësuesish e nxënësish që është shumë e mirë. Janë nxënës që fitojnë konkurse ndërkombëtare, fitojnë konkurse kombëtare. Po ishte pabesueshme që ajo shkollë ekziston akoma në Shqipëri, në mes të qytetit, ishte pabesueshme, nuk kanë qytete të tjera shkollësje. Ishte e mbaruar komplet, si kanë ndejt aty njerëzit, si kanë ndejt aty fëmijët, si. Edhe më tregon mu e bëri natyra, e solli koha. Jo, nuk e solli koha. Nuk e solli koha ndryshimin e Shkodrës, e solli Benet Beci në Partinë Socialiste. Fute mirë në kokë këtë gjë. Ti e di, po bën sikur se di. Se kështu ta do partia. Lëre më atë parti, lëre atë parti, se atë parti të bënë dhe qesharak. E kupton? Shifë se qartë të detyron të flasësh. Të detyron të flasësh marrina. Ram, pas ke lindur me këmish, të gjithë spionët, tradhtarët, gënjeshtarët, i ke kundërshtar, ecë përpara. Tajar Osmanaj. Emër Tajar. Këmisha është si t'ja presësh vetes. Bravo, gjumë popullin këtë muaj që ka ngel para zgjedhjeve, se ne harrojmë hadh kur afron fushata, barkun plot, mirëqenia lart fare, se di po si na duken politikanët, sa të vështirë, mo burr që ndrojnë i popullit pas gjithë mandatin. Po ti kur më ke parë mua që në 12 vjet nuk i kam qëndruar popullit mbrapa? Kur? Po ja ku i ke, se e ke këtu e ke, këtu ku më shef. E ke gjithë historikun e qëndrimit tim me popullin para mbrapa. Hape, shife. Asgjë ndryshe nuk po bëj unë tashti që është fushat. Asnjë gjë, zero.
Zero. Asgjë ndryshe. Fare. Të njëjtën gjë çdo ditë, çdo javë, çdo muaj, po pse flisnim shumë? Ç'është kjo mohabet? Ulet çmimin për metër katror në Tiranë. Po si e ulën çmimin për metër katror në Tiranë, ku çmimi për metër katror në Tiranë në gjithë botën e lirë është çmim tregu më zotni, si e ulën çmimin. Ndërkohë që po ne kemi e disa shtëpi, sa apartamente kemi ndërtu nga e para, kemi rindërtu apo kemi rigjeneru. E disa dyer janë hapur dhe familjet kanë hyrë në shtëpi o të reja fare, o të rindërtume, pra të riparume, ose të rigjeneruara me sistem kursimi energjetik e tjerë disa. 35.000, e beson do të ti? 35.000 dyer janë hapur. 35.000 qelsa janë rrotullu, por të hyni në shtëpi ku me shpenzimet e shtetit kanë përfituar familjet. Dhe kemi një program për 50.000 dyer deri në 2030, që ta dish. Përsëri, krejt të reja, të riparuara apo të rigjeneruara me gjithë sistemin e eficiencës energjetike, pra me konsum energjetik shumë më të ulët. Vazhdo me patronazhistë të ti. Dikur njëri tha, ore këta nuk janë socialista, janë specialista, që do me thënë nuk e kanë mendet e popullit, por si ta maksimizojnë votën me hile, po mendoj se ka drejt e lodhur, shumë e vjetër, shumë. Sa e lodhur është kjo shprehje. Pse se pyet veten njëherë pse, ke hyrë në majt piramidës, ke harruar vujtjet e tua si qytetare, ke bërë akoma të vështirë jetën, përpiqet kujtohesh. Unë zgjuar jam para teje dhe mbas teje, që ta dish, se kështu ma do puna. Tani unë nuk di që të them, unë di faktet dhe unë di ku është Shqipëria sot edhe ku e shohin të tjerët Shqipërinë sot. Ata që nuk duan, s'kam për ta parë. Kush nuk do të shohë e përsëris është më i verbër se ai që ka probleme me shikimin. Kush nuk do të dëgjoj është më i shurdhët se ai që ka probleme me dëgjimin. Sa mandate vetëm se mësët patronazhistëve po lexon pajs zotin, po këtu nuk unë po kërkoj e po lexoj vetëm kush thot fjalën e fundit e kush thot fjalët më të hirta si SMS patronazhist. Po patronazhistët nuk bëjnë njerëz SMS. Patronazhistët nuk janë këtu fare. Patronazhistët janë duke të ngjimut ty nga mbrapa se ku je. Janë duke kuptuar se ku je ti. Nuk e kanë fare patronazhistët detyrë të rrinë këtu e të bëjnë SMS-ra, e kupton? Patronazhistët janë në punë, janë në teren. Qa do të them? Po me Lulin kur e keni lënë për foto se pyet një shoku im në diasporë. E do me kështu autograf të përbashkët shoku në diasporë. Për foto nuk e di se fizikisht nuk puqemi, po zemrën e kemi të lidhur. Jemi të lidhur me zemrën, kurse kështu fizikisht nuk puqemi me njëri tjetër. Po vetëm se nuk jemi larg syve, larg zemrës. Jemi larg syve edhe syt në zemër. Po në Iraklio kur do vish është kryeqyteti i Kretës, në datën 29 jam në Kretë. Takimin e kanë caktuar në Hania. Nuk e di fare ku është, po kështu më kanë thënë dhe kështu edhe nuk e di a shqiptova tamam madje, dhe kështu do bëj. Do vi atje ku më kanë caktuar. O shoku, po ku e keti gjithë të besim se do futem në bëje? Kjo është pyetje me vend dhe pyetje shumë e mirë. E kam gjithë të besim sepse për këtë më keni zgjedhur dhe për këtë më paguani që të di
arsyet pse e kam besimin. Dhe arsyet pse e kam këtë besim janë ato që mund t'i shohësh edhe ti. Është një situatë e re për Evropën. Europa kërkon të zgjerohet. Dhe duhet t'i kesh dëgjuar, nëse si ke dëgjuar, dëgjoj që me vetë gojën e komisioneres së zgjerimit, që ishte edhe këtu në Shqipëri, Europa thot, deri në 2027 duan të mbyllim negociatat me Shqipërinë. Kjo nuk ka bërë vaki ndonjëherë. Negociata 3 vjet nuk ka bërë vaki ndonjëherë. Malizi, me cilin ne jemi krah për krah, ka që në 2012 që i ka hapur negociatat. Dhe nuk ka hyrë akoma dhe ne e kemi arritur dhe jemi krah për krah. Dhe ideja është që Shqipëria dhe Malizi të hynë në Bashkimin Evropian. Serbia që i ka hapur negociatat në 2014 është mbrapa nesh tani. Nuk ka shans që të hyjë me këtë mundësinë e parë. Tek mundësia e parë jemi ne dhe Malizi. Në 11 maj ne e ndajmë të punë. Nëse ka një votë plebiscitare për të hyrë në Europë, do t'jetë shumë më e lehtë për ne. Këtë ditë ju them unë. Dhe ne mbarojmë negociatën në 2027. Dhe duhet të vrapojmë. Nuk duhet të ndalemi asnjë sekondë, jo më të luhatemi nga do t'i bim. Majt asa djathtë, jo më do t'i bim drejt. Dhe prandaj je i majt, je i djathtë, bjeri drejt, shko drejt, te fleta votimit e ke drejt, mund mes e ke numrin 5, Partinë Socialiste, Edi Rama dhe gjithë kandidatët atje, vëre shënimin të numri 5, vëre dhe një shënim të cila do nga kandidatët, ose nëse s'do asnjë puna jote, por ama tek 5-a, vërë shënimin dhe jemi në rregull. Jemi në rregull dhe pastaj detyrimi jonë dhe imi është të t'japim pasaportën e BE-s, Shqipërisë dhe ty.